Tashmë kemi të qartë që në 28 dhjetor do të garojnë 24 subjekte politike, prej tyre janë 18 parti politike, 3 koalicione, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. Sa i përket koalicioneve, një koalicion është nga komunitetet e partive Ashkalin, një koalicion tjetër është nga partitë e komuniteteve bosnjake, ndërsa një koalicion tjetër është i lëvizjes Vetëvendosje me Partinë Alternativa, Partinë Guco dhe Partinë Demokristiane Shqiptare. Ka qenë në fakt një veprim surprizë me që Lëvizja Vetëvendosje ka garuar në të kaluar edhe me Alternativën dhe me Gucon, por nuk kishin bërë përmes një koalicioni formal, por përmes një liste të përbashkëte në siglen e Lëvizjes Vetëvendosje. Megjithatë duket se tashme do të jetë një koalicion që sigurisht qartëson shumë gjëra brenda këtyre 4 partive cilat do të garojnë, megjithse koalicioni ka marrë emrin Lëvizja Vetëvendosje, kjo ndoshta për të mos krijuar hutit kur emri të hidhet në fletët e votimit. Ndërsa interesant është fakti që përkundër bisedave të shumta, Nisma Social-Demokrate e Fatmir Limajt ka vendosur që të garojë e vetme, duke mos u bashkuar asnjë prej partive të mëdha, pasi ka pasur biseda me Lidhjen Demokratike, por që duket nuk ka pasur pajtueshmëri, ndërsa u tha se mund të ketë biseda dhe me Partinë Demokratike, por që duket se as ato nuk janë materializuar dhe kështu Nisma Social-Demokrate hyn e vetme, ashtu siç hyn e vetme pa ndonjë koalicion edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e Ramush Haradinaj, edhe 2 partitë e tjera të mëdha si Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike do të garojnë të vetme, pavarësisht se në listat e tyre kanë afruar njerëz edhe nga agrupacione apo parti apo lista që në të kaluarën kishin garuar me partitë e tjera apo si të vetme apo si pjesë e koalicioneve parti tjera që më 28 dhjetor do të garojnë në listat e përbashkëta me këto 2 parti politike. Tashmë fillon afati, deri më 7 dhjetor duhet që këto parti të dorëzojnë të gjitha listat e kandidatëve për deputet në mënyrë që më pas edhe të certifikohen e të vjohet edhe me afatet e tjera. Faleminderit, ideal për detajet që përcollen nga Prishtina.